Ku është Ina? Ina ma tha dua një loj, ja ku erdi loja. Asa mirë. Po pra, po ma tha para, tha do doja një loj sot, së bëm një loj. Let's play the game. Ku janë tjerë? Po, keni kodet, keni tjetër në qufë. Gjithë livin. Kristi? Kush Kristi? Na, erdi loja. Do vinë koha, do vinë. Si gjamë mërë bërë. Tomi? Shty fje ju e... A ka njëri tjetër jashtë? Lijet, flutëm, këtej. Ku do shtyje, këtej? Po je sigur ti? Më falë një kush? Amali, kush Kristi? Shty pak Ina. Shty praj fje. Shty u mëj se su bërë në ami se do mu la për mjerit. Ja, tu le ta për mjerit. Ja, hap njerës. Po qa problemi ka mëj do të ti hap? Ja, u shkoj atje. Ja. Ja, po, e pa dhe ti. Këto, po qa problemi ke? Po jo, përre të... Jo, mëra. Jo, së Kristi. Kush flasi? Jo se i bie se unë du. Kush më bën A i ka flasi? drejt rikut doje. Edhe unë po. Kristi! Së tualet. Kush më ka shtu? Kristi. Juela, rregullo mikrofonin. Rregullo Juela. O, ju e. Hajde se na i latë të cigare pa e pi. Armiku duhet për balë, Mali. Ko qëp me najtë. Mregullje. Je në pozicion. A u shpef pak aty aroma? Po që ti ve? Dole makaron nga veshët. Shtunën. Ti? Të dy ju, për balë Malin. S'ka pun me Mali, Mali me mu s'ka pun më. Je për me gomarë të rruga. Ashtë vetëm një tani. Typi Stenaldo Sipër për gomarë. S'ka pun me mu, ti mos i dilin krak ti tani, sa o turp. Jo më dy, të dy. Jo, po është turp, është turp. Ska jeti? Të dy. Jo, është turp. Jo, të dy. Jo, s'është turp fare. Për turp është për ty. Por qa? Turp, ku është turp? Po Ku është turpi këtu? Respekto mesazhin. Ai kundërshtar është. Okej. Banor. Ashtë Kristi po. Banor, sfida e radhës është në duart e lideres së shtëpisë, Selin. Ajo ka për detyrë të ndaj shtëpinë në 4 grupe, ku vetëm grupi i saj do të ketë 5 banor dhe gjithë të tjerët nga 4. Çdo grup do të përfaqësohet nga një bluzë në ngjyrën përkatëse, përveç lideres që do të ketë bluzën e saj. Pasi të ndaheni në grupe, duhet të vishni bluzat dhe do të qëndroni dorë për dore përgjatë gjithë sfidës që nis me rënien e gongut. Nga ai moment, ju duhet të lëvizni në grup, duke bërë çdo veprim bashkë, përfshirë edhe fjetjen. Liderja duhet të përcaktoj me kujdes banorët që do të pozicionohen në skaje të grupeve. Duhet të përcaktoj me kujdes banorët që do të pozicionohen në skaje, sepse janë të vetmit që kanë një dorë të lirë dhe mund të ndihmojnë grupin për kërkesa të ndryshme. Kujdes, nuk lejohet shkëputja e duarve, përveç rasteve kur dikush duhet të shkojë në tualet, ku gjithsesi pjesa tjetër duhet ta pres aty pranë. Vëllai i madh Okej. Vëllai i madh kërkon impenjimin tuaj maksimal, pasi ka vënë re që vazhdoni të mos i respektoni sfidat. Kjo është një sfidë rezistence, bashkëpunimi dhe durimi, ndaj grupi që do të rezistojë më gjatë, do të fitojë imunitet në televotimin e radhës. Bëhuni gati, sfida nis pas pak. Tash se le Kristi për 15.300. 4 grupe, ku vetëm grupi jot do ketë 5 banor, gjithë tjerët nga 4. E kuptuat? E kuptova. Selina, mund të them vetëm një gjë. Për shembull, persona Sikur që e prishin lojnë, a kështë mujtë mi fut me i grupë persona që e prishin Unë lojnë. da ndaj grupet që të kemë qefin tim. Mund të shkërcita edhe të mojtë për balë që Ju që e keni darë Selinën.